Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Pini ujë me limon në mëngjes dhe do mrekulloheni me atë që i ndodh trupit. Përfitimet shëndetësore të limonit janë të shumta për shkak të pranisë së elementeve ushqyes, siç mund të jenë për shembull vitamina C, vitamina B, fosfori, proteina dhe karbohidratet. Në mjekësinë e lashtë indiane, uji i ngrohtë me limon njihet si një pastrues i trupit. Kur pihet në mëngjes me stomakun bosh, ai përshpejton sistemin tretës dhe detoksifikon trupin. Dëgjoni me vëmendje cilat janë përfitimet që do të merrni nga konsumi i ujit me limon çdo mëngjes, sipas ekspertëve të Brightside. Ai redukton ethet. Limoni ka një grup të elementëve ushqyes natyral dhe antiseptik që përdoren kundër bakterieve dhe mikroorganizmave patogjen. Balancon pH-in. Në fillim limonët janë acid, por ato formojnë alkaline kur bashkohen me lëngun e trupit duke ndihmuar në rivendosjen e ekuilibrave të pH-it të trupit. Lufton gjithashtu radikalet e lira. Limonët përmbajnë 22 komponent kundër problemeve të radikaleve, duke përfshirë këtu flavonol, të cilët ndalojnë ndarjen e qelizave të dëmshme. Forcon sistemin imunitar. Limonët janë të pasur me vitaminën C dhe flavonoide që veprojnë kundër infeksioneve të gripit dhe të ftohjes. Limoni lehtëson dhimbjet e dhëmbëve. Përveç kësaj, limoni mund të përdoret edhe në pastrimin e rregullit të dhëmbëve, duke i mbajtur sa më të shëndetshëm dhe duke evituar prishjen e tyre. Ai ndihmon në humbjen e peshës. Disa pika lëng limoni në ujë të nxehtë besohet se ndihmojnë në pastrimin e sistemit tretës dhe zvogëlojnë problemet me mëlçin. Pakson rrullat dhe njollat. Vitamina C tek limoni ndihmon në neutralizimin e radikaleve të lira të lidhura me plakjen dhe shumicën e llojeve të sëmundjeve. Pirja e limonit me ujë me mjaltë jep shkëlqim lëkurës suaj. Shpëlajini mbetjen e padëshiruar dhe pastroni zorët. Limonët rrisin edhe peristaltikën e zorëve duke ndihmuar në krijimin e lëvizjeve të zorëve, duke eliminuar mbeturinat dhe duke ndihmuar në funksionet më të mira. Shtoni lëngun e një limoni të ngrohtë në një gotë me ujë në mëngjes. Ai lehtëson edhe infeksionet e fytit. Limoni është një frut shumë i mirë që mund të luftojë problemet që lidhen me infeksionet e fytit, pasi ka veti të mira antibakteriale, citon Shifajns. Ai lehtëson problemet e frymëmarrjes. Limoni ul presionin e gjakut dhe rrit nivelin e HDL-s, duke sjellë kështu edhe përfitime më të mira ushqyese. Ekspertët këshillojnë përdorimin e ujit me limon në dietën tuaj. Duke u konsumuar brenda normës lejuar, do të keni gjithashtu edhe efektet pozitive të këtij produkti në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Me rritjen e temperaturave, konsumi i ujit për të shmangur dehidratimin bëhet më i rëndësishëm, dhe nëse dëshironi që gota e ujit të ketë këtë edhe më shumë shije, shtoni një fet limoni në ujë për të marrë edhe përfitimet e tij. Shija nuk është e vetmja gjë që mund t'i shtoni ujit, por nga kjo mund të përfitojë edhe trupi juaj. Ai mund të reduktojë fryrjet e barkut. Uji me limon ul fryrjen sepse vepron si një diuretik, i cili ndihmon në largimin e lëngjeve nga trupi. Ai mund të forcojë sistemin tuaj imunitar. Vitamina C është e dobishme për sistemin tuaj imunitar dhe vepron si një antioksidant. Në limon siguroni rreth 21 mg vitaminë C, që është rreth 20% e sasive të rekomanduar ditore sipas dietologëve. Ai mund të zvogëlojë rrezikun e problemeve të gurëve në veshka. Për fat të mirë, konsumi i ujit me limon mund të parandalojë këtë gjendje të rëndë dhe nëse keni gurë në veshka, kjo pije do të ndihmojë në ndarjen e gurëve në tretjen e tyre. Ai mund të përmirësojë edhe kujtesën. Nëse jeni duke luftuar në problemet e tretjes, shtimi i fibrave në regjimin tuaj ushqimor nuk është mënyra e vetme për të shpejtuar këtë proces. Konsumi i ujit të ngrohtë me limon në mëngjes vepron si një laksativ, tregojnë dietologët. Ai mund ta bëjë lëkurën tuaj më të shëndetshme. Vitamina C që gjendet te limoni mund të nxjisë sintezën e kolagjenit duke ndihmuar në luftën kundër problemeve me kalimin e kohës. Nga ana tjetër, uji do të hidratojë dhe si dihet në lëkurën e shëndetshme, do të keni një hidratim më të mirë. Ai mund të ndihmojë edhe në humbjen e peshës. Duke pirë ujë me limon para dhe gjatë vakteve, mund të nxjisni ngopjen më të shpejtë dhe një mënyrë efektive gjithashtu për të reduktuar edhe kilogramët e tepër. Limoni është një nga agrumet më të mira ushqyese që duhet jetë pjesë prezente dietave tuaja. Duke ditur edhe rëndësinë që ai ka, mund të kthehet në një aleat të vërtetë të organizmit në betejën kundër këtyre problemeve.
Nëse doni të përfitoni më shumë nga konsumi i limonit, atëherë shtojeni atë vazhdimisht në dietën tuaj. Prandaj, uji me limon mund të këshillohet të pihet në çdo stin, por gabimi që bëjnë shumë njerëz është se e pinë esëll në mëngjes. Kjo gjë është të rësisht e gabuar pasi mund të irritojë stomakun për shkak të aciditetit të lartë që ka limoni. Në mëngjes, gjatë ditës ose gjatë darkës, limoni këshillohet të përdoret gjithmonë në raste nga më të ndryshme. Gjithashtu ai mund të sjellë edhe shumë përfitime për organizmin. Përfshirja e ujit me limon në dietën tuaj mund të zvogëlojë gjithashtu edhe nevojën për të pirë lëngje jo cilësore siç janë ato të gazuara. Ushqimi i shëndetshëm nuk duhet të jetë kurrë i ndërlikuar. Për shembull, diçka e thjeshtë si uji me limon ofron përfitimet dhe vlera të larta që përmban për organizmin, ku disa prej tyre do t'i rendisim në këtë video sipas Brightside. Si fillim, uji me limon ofron një ndihmë të mirë në forcimin e sistemit imunitar. Agrumet njihen gjithashtu për përmbajtjen e lartë të vitaminës C. Megjithatë, shumica prej nesh ndoshta i lidhin portokallin me vitaminën C më shpejt se sa me limonin, por duhet të dini se limoni gjithashtu përmban element të mirë të vitaminës C, të cilët ndihmojnë në rritjen e sistemit imunitar dhe mbrojtjen nga viruset. Ai është i pasur edhe me kalium. Kaliumi është absolutisht thelbësor për një shëndet të mirë dhe kontribon në funksionet e duhura të muskujve, duke përfshirë zemrën. Kaliumi është gjithashtu i dobishëm për funksione normale të sistemit nervor dhe të trurit. Ai është një zëvendësues i kafes. Nëse dëshironi të reduktoni marrjen e kafes, uji ngrohtë me limon mund të zëvendësojë kafen tuaj të parë të ditës. Mund të jetë e vështirë të besohet, por shumë njerëz raportojnë se uji me limon jep energji në mëngjes dhe ndihmon edhe më vonë gjatë gjithë ditës sikur pini kafe. Ai ndihmon gjithashtu për të rënë nga pesha. Fibra e pektinës që gjendet te limoni ndihmon në luftimin e urisë dhe dëshirave, duke bërë më të lehtë të kapërceni edhe snakun e pasdites ose të mbrëmjes. Balancon pH-in. Pirja e ujit me limon, i cili është acid, në fakt ndihmon në neutralizimin e acidit në trup dhe kthen acidin në alkalin, i cili është i shëndetshëm dhe mund të bëjë më të lehtë humbjen e peshës. Ndihmon gjithashtu edhe me sistemin tretës. Miliona njerëz vuajnë nga çrregullimet e tretjes siç është GERD dhe sindroma e zorrës së irrituar, dhe kompanitë farmaceutike fitojnë miliona duke shtitur barna në të cilat recetat të dizajnuara kanë edhe trajtimin në këto kushte. Uji me limon është një ndihmës shumë i mirë për tretjen, i cili mund të zvogëlojë varësinë nga barnat me recetë ose ndoshta të eliminojë fare nevojën për to. I jep frymës suaj një freski të munguar. Pirja e ujit me limon mund të ndihmojë gjithashtu në kontrollin e gingividit dhe ndihmon në promovimin e shëndetit të mirë oral dhe frymëmarrjes së freskët. Ka aftësi të mira detoksifikimi. Limoni mund të ndihmojë në stimulimin e mëlçisë, e cila është përgjegjëse për largimin e toksinave të ndryshme nga trupi. Rritja e funksioneve të mëlçisë mund të ndihmojë në eliminimin e toksinave të dëmshme nga trupi, duke bërë ujin me limon një zgjidhje të mirë për njerëzit që kërkojnë një detoksifikim të butë për të bërë këtë proces shumë të komplikuar. Ai redukton gjithashtu edhe inflamacionin. Disa mjek besojnë se inflamacioni është shkaku kryesor i shumës sëmundjeve dhe uji me limon mund të ndihmojë në reduktimin e tij. Mund të ndihmojë gjithashtu në reduktimin e acidit urik dhe në nyje që shkaktojnë gjithashtu inflamacion dhe dhimbje. Ekspertët këshillojnë se uji me limon mund të konsumohet në sasi të vogël gjatë ditës, jo më shumë se 3 gota, në mënyrë që të mos ketë ndikime negative për shëndetin tuaj. Limoni do të nxjisë çlirimin e biobakterieve, të cilat sipas ekspertëve do të nxisin një tretje më të mirë të organizmit. Nëse doni të përfitoni gjithashtu nga pirja e ujit me limon, atëherë duhet ta konsumoni gjithmonë me moderi dhe asnjëherë në teprica të mëdha, pasi vetëm kështu do të keni gjithashtu edhe përfitimet më të mira në shëndetin tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.